Rikthehet parada e shqiptarëve në New York. Është pikërisht 21 qershori, data kur shqiptarët do të mblidhen për të manifestuar më të mirën e vlerave dhe traditës. Këtë radhë në rrugën 81 dhe në Central Park. A ka shqiptar këtu sonte? Sot këtu jemi në Shqipëri. Sot këtu jemi në Tibër Tolle. A ka Tibër këtu sonte? Isha qeleshët, ku jena qeleshët? Parada fillon të shtunën me 21 qershor në rrugën 81, pra 81 Street dhe Central Park Avenue, që është do fillojmë në rrugën 81 dhe do ulemi poshtë në Central Park Avenue deri në rrugën 68. Do fillojmë në orën 10 të mëngjesit dhe shpresojmë shkojmë deri në orën 4-5 masdite, pra 10 deri në 12 është përgatitja për paradën para fillimit të paradës. Në orën 12 fillon marshimi në paradë, pra në Central Park West. Dhe pastaj nga ora 1:30 pretendoj që do mbaroj marshimin në paradë dhe do fillojmë me festën si punë after party, pra me koncert mas paradë. Po kemi një program, drejtoresha e programit tonë është Angelia Nika, koreografja, dhe nuk kemi pas shumë kohë të organizojmë aq mirë si kishim pas ne qef ta përgatisim për paradën e parë, se vetëm para 4 ditë na është dhënë aprovimi i lenjës, pra kemi pas shumë kohë të përgatitemi. Po kemi shumë këngëtarë shqiptar, kemi shumë grupe nga Rugova, nga Peja, nga Gjakova, nga shqiptarët e Malizi, Ulqini, Kraja, nga Shkodra me veshje kombëtare që do bëhen valle shqiptare, do kemi muzikë shqip, do kemi shumë gjana që përkrahin ose përfaqësojnë komunitetin tonë shqiptar. Do doja të them vetëm 2 fjalë për gjithë ju që jeni këtu, jeni shqiptar-amerikanë një pjesë, jeni njerëz që keni ndërtuar jetën tuaj këtu, po është një thënie e vjetër dhe shumë interesante e një shqiptar i famshëm në Amerikë Pajkonicës, i cili thoshte kur nuk do të ecni para pa parë nga keni ardhur. Pjesë e grupit organizator Marko Kepi tregon rëndësinë e këtij evenimenti edhe për brezat që do të vinë. Parada rikthehet pas 2 viteve, parada fundit që kishim këtu ishin pjesë e paradave tjera, pra nuk kemi pas asnjëherë tamam një paradë shqiptare, kemi marrë pjesë paradën italianëve, paradën e migrantëve, ndërsa si mjet është hera e parë historikisht që kemi paradën tonë, pra kemi lenjën tonë, është permiti jonë, dhe është parada vetëm e shqiptarëve. Sepse Shqipëria çdo herë që kemi të 17 vite që mundohemi të marrim paradën shqiptare,
nuk na ka leju shteti i New Yorkut sepse nuk kishim komunitet që kishim potencial të kishim një paratonin, ndërsa si mjet mendimin e sa rusit arrit me të marrim dhe ne lejnë dhe të kemi paradën tonë si shikon italian dhe shtetet tjera. Është arritje shumë e madhe se tashni nuk na merr më kush paradën dhe kjo do të mbesin gjitha gjeneratave që vinë, siç e kanë italian dhe 100 vjet paradën e tyre në Manhattan, dhe shqiptarët vitet e rashpit do ta kenë çdo herë si pjesë e historisë, jo vetëm shqiptare, por edhe shqiptarë amerikanë, pra që brezat e ri mos harrojnë pakten për një ditë që janë shqiptarë.